Premtimi I presidentit Ukrainas për mbajtjen e zgjedhjeve nëse perëndimorët garantojnë sigurinë për Moskën zyrtare, kjo I ngjan një skenë teatri kukullash, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme, Maria Zakharova. Presidenti I Ukrainas në një prej deklaratave të tij të fundit tha se vendi mund të shkojë në zgjedhje, të cilat mund të mbahen brenda 60 deri 90 ditësh, nëse garantohen kushtet e sigurisë dhe se për shkak të luftës e zhvillimit të rrezikut të vazhdueshëm ndaj qytetarëve, zhvillimi I zgjedhjeve të lira kërkon mbështetje të drejtë për drejtë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe nga Bashkimi Evropian. Zelenski gjithashtu I ka kërkuar parlamentit të përgatisë legjislacionin e nevojshëm për të lejuar zgjedhje në një kohë kur në fuqi është ligji ushtarak. Lufta në Ukrainë arriti në ditën e 1386 dhe gjatë natës, sistemet ruse sipas agjencisë së lajmeve ANSA rrëzuan 20 dronë Ukrainas, 16 në rajonin e Brianskit, 2 në rajonin e Kalugës, si dhe në Belgorod dhe në Moskë.